Pak ditë pasi pati premierën në skenën e teatrit Migjeni, shfaqja offline për një ditë e interpretuar nga talentet e reja të qendrës kulturore të fëmijëve Kujtim Alia në Shkodër, do të shënonte një prej sukseseve të para në festivalin barkombëtar të teatrit për fëmijë 1-1 dritaret në Berat. Në regjinë e mjeshtrës së madhe Drande Gjaj dhe me tekst të Gjovalin Kolaj, shfaqja do të fitonte 3 çmime nga juria profesioniste e përbërë prej emrave të njohur të skenës shqiptare si Ylka Mujo, Ndriçim Xhepa, Luiza Gjuvani dhe Raimonda Bulku. Loja e fëmijëve dhe shfaqja e cila trajton në mënyrë artistike dhe edukative ndikimin e teknologjisë në jetën e tyre, duke nxitur komunikimin, lojën dhe marrëdhëniet njerëzore përtej ekraneve, jo vetëm që korri sukses, por mori vlerësime maksimale nga juria, e cila i akordoi çmimin për tematikën më të mirë, çmimin special Onufri dhe çmimin si regjia më e mirë, duke dëshmuar edhe një herë tjetër suksesin absolut që ka trupa e të rinjve të qendrës kulturore të fëmijëve Kujtim Alia në Shkodër, e ardhur në ndërtimin e aktores Drande Gjaj. Ky vlerësim është pa diskutim një dëshmi e talentit dhe përkushtimit të fëmijëve, si dhe e punës së palodhur të ekipit artistik që solli në skenë një vepër me vlera të veçanta, edukative dhe shoqërore. Shfaqja offline për një ditë pati sukses të padiskutueshëm në skenën e teatrit Migjeni, ku për disa ditë me radhë e të imbushi këtë sallë me premierat në 2 orare të ditës. Gjithashtu ajo më pas rrugtoi edhe drejt Malit të Zi në Tuzë, si dhe drejt qytetit të Lezhës, ku edhe atje u mirëprit nga fëmijët. Pritet që kjo shfaqje të rikthehet sërish në skenën e teatrit Migjeni, si dhe të vijojë rrugtimin e saj në pjesë të tjera të vendit, por edhe në konkurse e festivale brenda e jashtvendit. Kujtojmë që edhe një vit më parë, të rinjtë e qendrës kulturore të fëmijëve morën vlerësimin maksimal në po këtë festival.